pjesë të trojeve tona, ku ka pasur më shumë probleme me diskriminimin dhe ku ndodhen në situatë më të vështirë. Po, fakti që Kongresi Amerikan ka aprovuar një rezolut mbi diskriminimin e shqiptarëve në Luginë Preshevës, është një dritë në fund të tunelit, ashtu ta quaj, është një pozitivitet, është një çështje shumë e mirëpritur nga popullata civile në këtë rajon, gjë që presim që kjo rezolut të sjellë në praktik dëshmitë që shqiptarët e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës po diskriminohen dhe të merren masë ndaj qeverisë Serbisë, që këto probleme të zgjidhen dhe diskriminimi të mos jetë më emëruesi i shumë problemeve të përbashkëta për shqiptarët e kësaj treve. Ju e potencuat edhe vetë shpresojmë që të jetë një nismë e mbarë dhe të jetë tetë serioze sa i përket çështjeve si pasivizimi i adresave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, ku shqiptarët e humbin shumë të drejta nga pasivizimi i adresave, siç është humbja apo mos përtrirja e dokumenteve të udhëtimit, humbja e shërbimeve sociale, humbja e mos ekzistimit të drejtës për të pasur pronë, humbja e drejtës së votës, mos patur drejt të zgjedh apo të jetë i zgjedhur dhe shumë çështje të tjera. Janë gati 13 pika në mos gabohem në këtë nismë. Po, 13 pika, por secila është më e rëndësishmja se tjetra. Ne kemi problem edhe me çështjen e arsimit, përveç teksteve shkollore që janë mungesë në shkollat e mesme shqiptare këtu në Preshevë dhe Bujanovc, kemi edhe mosionin e diplomave të rinj shqiptar të cilat kanë përfunduar studimet në universitetet e ndryshme të Republikës së Kosovës, 18 gjeneratave të diplomuar nuk ju njihen diplomat dhe ata duke mos shfrytzuar këtë drejtë janë thëmë shkurt kanë migruar nga këto treva dhe është shumë e dhëmshme që një të diplomuari mos i zgjidhet një vend i punës në vendin ku ka lindur. Me atë që ka bërë Serbia deri tani, pra shqiptarë që u janë pasivizuar adresat edhe që i bjetin nga toka e askujt deri tani, sa është numri i tyre që janë fshirë? Këto është një problem shumë i madh, për shkak që nuk ka një dhënë sakt. Vetë Ministria e Punëve të Brendshme përmes stacioneve policore në Bujanovc, Preshevë apo drejtorisë së policisë në Leskoc nuk i jep të dhënat e sakta, gjithmonë ka një mos përputhje mes numrave, por ajo që dihet është përmes 2 hulumtimeve të cilat i kanë bërë 2 organizatat për të drejtat e njerëzit nga Beogradi, mendohet që është një dhënë më sakt, atëherë nuk guxoj përmendit dhëna, besohet që 3300 shqiptarë janë pasivizuar apo janë larguar nga lista zgjedhore vetëm në komunën e Medvegjës nga viti 2015 deri në vitin 2022. Unë personalisht besoj që ky numër është shumë më i madh, meqense viteve të fundit me pasivizimin e adresave janë prekur ekskluzivisht qytetarët shqiptarë të fshatrave të thella të komunës së Bujanovcit, siç e quajmë një Amalsia Bujanovcit dhe Karadaku i Preshevës. Ato fshatra janë buzë linjës kufitare me Kosovën dhe bukfalisht tani kanë mbetë të pabanuara. Meqense atyre i është pasivizuar adresa, ata kanë migruar apo të them kanë dalë të jetojnë në territorin e Kosovës, gjë që edhe në Kosovë nuk kanë dokumente të identifikimi. Thënë thjesht kanë mbetë persona pa adresë dhe persona që nuk jetojnë gjikundi. Për të vajtur deri në Kongresin Amerikan, kishim një ekip fakmbledhës në terren aty, Amerikan, apo ishte një lobim që është bërë atje nga shqiptarët? Jo, ishte një lobim i spektrit politik shqiptar, i cili me financimin e qeverisë Kosovës ka qenë mbi 5 herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po këtë rast duhet potencoj që lobi shqiptar amerikan në New York, Washington e veçmas në Texas, Dallas, ka luajtur një rol kyç
në realizimin e takime me kongresmen dhe senator të ndryshëm, gjë që erdhi si rezultati gjitha atyre vizitave, erdhi edhe rezultati i aprovimit të rezolutës mbi diskriminimin e shqiptarëve në Lugin Preshevës më 21 janar. Nga biseda nga fillimi dhe deri tani nuk më rezulton që ta përmendi Shqipërinë fare. Domethënë ka qenë jashtë, ju ka harruar, ka qenë jashtë i procesi, dijeni të harruar nga Tirana atje, pa të lënë pas dore? Jo, ka shumë indikacione që Shqipëria ka filluar vetëm se që të shtrijë ndikimin e vet përmes projekteve të ministrive të caktuara në Lugin të Preshevës. Kemi patur një muaj gjatë nëntorit festës së flamurit, një muaj aktivitetet të cilat janë mbështetur nga Ministria e Turizmit. Saktësisht sa ka qenë vlera financiare e gjitha atyre aktivitete nuk e di, por shihet që edhe Shqipëria edhe veçmas Kosova kanë nxitur apo janë nxitur që të mbështesin shqiptarët e kësaj treve. Besoj që vitet mbi, edhe Shqipëria do të